Gjatë primejit, përballja mes Labinotit dhe Albës merr një drejtim shumë të ashpër dhe të drejtpërdrejtë. Në një moment tensioni të lartë, Labinoti i përplas fjalët Albës sy më sy, pa filtra dhe pa u tërhequr as pak nga ajo që po thotë. Ai akuzon hapur për sjelljen e saj brenda shtëpisë, duke i thënë se hedh mbathjet dhe tangat gjithandej nëpër shtëpi dhe se nuk pastron brekët, që sipas tij janë lënë kudo dhe kanë krijuar bezdi për të gjithë. Fjalët e Labinotit janë të forta dhe të rënda, sidomos sepse thuhen në mes të primejit, përpara publikut dhe banorëve të tjerë. Ai vazhdon duke i thënë se kjo sjellje i shpif dhe se nuk është as pak e hijshme. Sipas tij, Alba shuhet për dy gjëra, për mënyrën se si ofendon dhe për mungesën e kujdesit ndaj pastërtisë. Këto akuza i thot hapur, pa e ulur tonin dhe pa u ndalur, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Alba mbetet e habitur dhe e prekur nga mënyra se si Labinoti zgjedh ta përballë. Ajo përpiqet të mbrohet, por pesha e fjalëve të thëna publikisht e bën situatën shumë të vështirë. Banorët e tjerë reagojnë në mënyra të ndryshme, disa mbeten në heshtje, disa duken të parehatshëm, ndërsa disa të tjerë habiten nga ashpërsia e gjuhës së përdorur. E gjithë kjo përplasje e nxjerr edhe një herë në pa sa të brishta janë kufit e respektit në një ambient të mbyllur si shtëpia. Kur tensionet grumbullohen, fjalët dalin pa u menduar dhe shpesh kalojnë çdo limit. Labinoti e justifikon veten duke thënë se po flet të vërtetën dhe se është i lodhur nga ajo që ai e quan sjellje e papërgjegjshme dhe mungesë respekti ndaj hapësirës së përbashkët. Nga ana tjetër, situata ngre shumë pikpyetje për mënyrën se si zgjidhen konfliktet dhe sa e nevojshme është që kritikat të bëhen me respekt, edhe kur ka pa kënaqësi reale. Prime i kthehet në një moment të fortë televiziv, ku tensioni, fjalët e rënda dhe përplasjet e drejtpërdrejta tregojnë anën më të vështirë të bashkëjetesës dhe të ekspozimit publik. Kjo ngjarje lë gjurmë në mar.